që i takoni në mënyrë intense më shumë se rëndom në përditshmërinë dhe jetën tuaj politike. Në listën e problematikave që besoj se u arreshtojnë ose objektivave të papërmbushur të qeverisjes tuaj në 3 mandate, kush është prioriteti ose problematika që ju e dëgjoni në mënyrë të përsëritur dhe frekuencë më të lartë? Për çfarë ju kërkohet llogari më shumë? Varet shumë nga zona në të cilën ndodhesh dhe e bën fushatën, sepse kur flasim në aspekte globale, në arritjet e Shqipërisë, sigurisht që Shqipëria ka shumë arritje, ka ndryshuar, është transformuar e gjitha. Shqipëria sot është një kantier i madh ndërtimi, ndërtohen porte, ndërtohen aeroporte, ndërtohen autostrada, ndërtohen ekurrudha. Energjia ka kapsuar një transformim të madh vetëm para disa ditësh, dëgjuam shifrën që 10% e energjisë sot arrim të prodhohet nga panelet fotovoltaike, që ka qenë një ambicie e Shqipërisë për të qenë eksportues neto i energjisë. Krau tjetër kemi arritjet mëdha në turizëm, bujqësia, po ashtu eksportet në bujqësi arritur. Kur flet në terma globale, ke se çfarë diskuton, por kur hyn më në detaj, pra në këto grupet e vogla që besoj se kanë problematika shumë më bazike jetese. Për te këto gjërave të mëdha, pse kuptojmë një gjë që në fund të ditës jemi duke votuar për kuvendin e Shqipërisë, dhe kuvendi i Shqipërisë sigurisht që merret me politikat e mëdha, merret me ligjet e këtij vendi dhe me mendimin që ti ke për politikat e mëdha në 4 vitet që do të bëj vendi. Por nga krau tjetër, sigurisht je përfaqësuesi njerëzve të një zone të caktuar dhe aty me ta diskuton edhe mbështetjen apo ndihmën që duhet t'japësh për zgjidhjen e problematikave. Besoj se keni një ngërsh kur ju flisni për infrastrukturë, për porte dhe për aeroporte, dhe ata ju kërkojnë llogari për shembull për furnizimin me ujë që nuk e kanë. Jo, sigurisht ka zona në Tiranë ku nuk mund të kenë akoma 24 orë ujë, por ne bisedojmë dhe themi se ne kemi aprovuar një projekt shumë të madh për ujësjelljen e Tiranës, i cili ka filluar, projekti i unazave rrethore të presionit. Është mbi 200 milion euro që janë aprovuar për këtë projekt, një pjesë e madhe e tij ka filluar. Zonat e Astirit sot pothuajse kanë zgjidhur këtë problem me 24 orë ujë, por sigurisht ka lagje ku ndoshta tubacionet janë akoma të vjetra dhe uji mund të dalë dhe mbi rrugë, shpejtësia me cilën dhe pyetja është kur ju shpjegoni për projektin për cilin kemi folur disa herë në studio me ju, por jo vetëm, a e gjeni mirë kuptimin qytetarë të cilët qezma nuk i nxjerr ujë? Shiko, ka qytetarë të cilët të mirë kuptojnë, ka qytetarë të cilët ndoshta nuk të mirë kuptojnë dhe ti duhet rish një shik më gjatë për të kuptuar prej ti se cili është shqetësimi real dhe se si mund ta adresojmë shqetësimin që kanë. Çdo zonë ka problematikat e veta, sikurse ka dhe arritjet dhe zhvillimin e vet. Kështu që në fushata e ndërtuar ndoshta në këtë këndvështrim, paktën siç e mendoj unë, më rezulton të jetë më rentabël se sa grupimet e mëdha me shumë zhurmë, me leduolle. Personalisht mendoj që takimi me njerëzit, bashkëbisedimi me ta, më rezulton të jetë më efektiv. Besoj se keni një evidencë sot që flasim. Kush mund të quhet pika e dobët ose puna e bërë keq, objektivi pa përmbushur që mund ta ketë kredituar negativisht partinë tuaj në pushtet? Shikon, nuk ka një objektiv të mirë fill sipas me që ky objektiv nuk është bërë. Brenda një objektivi të caktuar ka aspekte të cilat kanë ecur më mirë, ka aspekte të cilat mund të mos kenë ecur aq mirë. Për këto diskutohet, bisedohet, shikohet. Keni identifikuar dosë një dobësi pas komunikimeve me njerëzit? Të cilat kanë qenë arsyet. Sigurisht, kur flasim me njerëzit, pra nëse flasim për politikat e mëdha, thash që këtu kemi të tjera tregues. Kur flasim për problematikat e vogla të zonës në cilën që është jeta e përditshme e këtyre njerëzve, sigurisht kemi akoma rrugica edhe të lagjeve të Tiranës që mund të jenë edhe afër qendrës, të cilat kanë akoma nevojë për një asfaltim apo që mund të kenë kohë pa pasur një ndërhyrje. Mund të kemi zona ku duhen rikualifikime, mund të kemi zona ku në periferi të Tiranës ku akoma s'kemi mbyllur procesin e legalizimit, pavarësisht se është bërë shumë në procesin e legalizimit, mund të kemi akoma zona ose objekte të veçanta të cilat nuk janë legalizuar dhe sigurisht ata qytetarë me një lloj të drejtë, thonë pse ne vazhdojmë të jemi akoma kur janë bërë një numër shumë i madh legalizimesh, ndoshta duhet ta kishim përmbyllur këtë proces. Dhe besoj premtoni që do të jetë pjesë e mandatit të 4 kur u shprehën këto paketësi. Kjo duhet përmbyllet, është një çështje që ne duhet ta përmbyllim. Pavarësisht se kemi ndryshuar disa herë ligjin pikërisht për të akomoduar të gjitha shqetësimet që dalin vazhdimisht nga procesi i legalizimeve, besoj që në këtë mandat çështja e legalizimeve duhet përfundojë.